Kërkojmë Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes në Ukrainë për të sinkronizuar reagimet e sanksioneve me partnerët ndërkombëtar do të ndihmojnë në përshpejtimin e zbatimit të sanksioneve dhe intensifikimin e presionit mbi ekonominë ruse, deklaroi presidenti i Ukrainës Zelenski gjatë konferencës Fair Play e fokusuar në vendosjen e sanksioneve të reja kundër Rusisë. Nisim një proces të përshpejtuar sinkronizimi. Çdo vendim i nevojshëm nga partnerët tanë lidhur me sanksionet kundër Rusisë dhe individëve të lidhur me të duhet të zbatohet me shpejtësi në Ukrainë, theksoi Zelenski. Presidenti nënvizoi se sanksionet ukrainase duhet të konfirmohen dhe në juridiksione të tjera. Kjo luftë duhet të bëhet një problem gjithnjë në rritje për Rusinë. Çdo sulmërus ndaj qyteteve dhe komuniteteve tona duhet të sjellë sanksione të reja. Si përgjigje kam zhvilluar takime produktive në Europë dhe në samitin G7 në Kanada me partnerët tanë dhe sanksionet ishin ndër temat kryesore të diskutimit. Partnerët tanë janë të gatshëm të na mbështesin, tha presidenti Zelenski. Ai theksoi nevojën për të intensifikuar bashkëpunimin me prodhuesit kryesor global të pajisjeve të komponentëve për të forcuar kontrollin mbi destinacionin final të produkteve të tyre. Ne presim që të gjitha institucionet tona shtetërore, duke filluar nga Ministria e Punëve të Jashtme, Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës, Banka Kombëtare dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë së Mbrojtjes, të punojnë më shpejt dhe të sjellin rezultate të sinkronizuara me ato të partnerëve tanë. Detyra është e qartë, afatet janë të qarta dhe rezultatet duhet të maten qartë, shtoi Zelenski. Sot Ukraina ka vendosur sanksione ndaj 87 prodhuesve dhe furnizuesve të komponentëve dhe pajisjeve për industrinë ushtarake ruse, shumica prej të cilëve janë rus. Presidenti vuri në duke se disa shtete, përfshirë ato perëndimore, vazhdojnë të furnizojnë Rusinë me pajisje dhe komponent kritik dhe kjo duhet të ndalet. Ekspertët kanë identifikuar qindra lloje komponentësh të përdorura në dron dhe raketa ruse. Zelenski nënvizoi nevojën për të shtuar presionin mbi çdo aktor global që ndihmon Rusinë dhe eksportet e saj, transportin e naftës ose në mënyra për të shmangur kufizimet financiare. Ai theksoi rëndësinë e kufizimit të ofrimit të shërbimeve të inteligjencës artificiale. Presidenti falenderoi gjithashtu partnerët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile për bashkëpunimin i cili rezultoi në sanksione kundër flotës ruse të tankerëve në hije. Kjo përpjekje duhet të zgjerohet edhe më tej. Duhet të përfshihen në sanksione kapitenët e tankerëve, të gjitha subjektet ligjore të lidhura me terminalet nga ku transportohet nafta ruse. Kjo është një detyrë e madhe ditore nga kontrolli i eksportit dhe kufizimet në zinxhirin e furnizimit të bllokimit të instrumentave financiar dhe importin e sanksioneve personale, theksoi Zelenski.